Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Tasin. Këto janë ajetet e Kuranit dhe librit të qartë, ufërfyes dhe sjarriques për besimtarët, të cilët kryejnë namazin dhe ndajnë zakatin dhe të cilët besojnë binqëm në jetën tjetër. Me të vërtetë, ata që nuk kanë besuar në jetën tjetër, na vua kemi zbukuruar veprat e tyre të priruara kohë keqja, andaj ata janë të hutuar. Këta janë ata që i pretendimi rënd dhe të cilët në jetën tjetër do të jenë në humbje më të madhe. Dhe tyro Muhameti. Me të vërtetë, po të shpallet Kurani nga i gjithdijshmi dhe i plotdijshmi. Kujtoj kur Musa i tha familjes së tij, unë kam parë një zjarr, do t'ju sjell juve ndonjë lajm prej atje ose do t'ju sjell një ngjarje për t'u nxjerrë. E kur Musa erdhi te zjarri, u thirr, është i bekuar ai që është afër zjarrit dhe kush është rreth tij, dhe qoftë lavdëruar Perëndia, Zoti i gjithësisë. O Musa, me të vërtetë, unë jam Perëndia, i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Dhe o shkopin tënd. Kur e pa Musa atë që po lëvisi gjarë për ai shkopi, u kthye para me njëherë, e nuk shikoi me nga frika. Perëndia i tha, o Musa, mos u friko. Me të vërtetë, tek unë nuk frikohen pejgamberët me që janë të sigurt. Ati, i cili ka bërë keq, e pastaj të keqen e zëvendëson me vepër të mirë, unë me të vërtetë jam falës dhe mëshirues e fal atë. Shtine dorën tënde në xhepin e këmishës, do të dalë e bardhë pa kur farë se mundje, do të jetë kjo njëra prej të mrekullive me të cilat është dërguar Musa te faraoni dhe populli i tij. Ata, me të vërtetë, janë popull ngatrestar. Pasi u erdhën atyre argumentet tona konkrete, ata thanë, kjo është magji e qartë. Dhe ata i muan ato, duke qenë zullumçar dhe me ndjemdhenj, por shpirti i tyre i besonte për të vërteta. Po, shiko, çfarë ka qenë fundi i ngatrestarëve. Dhe ne, me të vërtetë, i kemi dhënë Davudit dhe Sulejmanit dijeni, dhe ata thanë, falenderojmë Perëndin që na ka dekoruar mbi shumicën e robërve të tij besimtar. Dhe Sulejmani e trashëgoi Davudin dhe tha, o njerëz, na është mësuar neve të folurit të shpendëve kuptimi i zërave të tyre dhe na është dhënë gjithçka nga ato që u jepen pejgamberëve dhe sundimtarëve. Dhe u tubua ushtria Sulejmanit e përbër prej gjindëve, njerëzve dhe shpendëve, të gjithë të radhitur në qetat të gashme. Dhe kur arritën në luginën e thneglave, një thnegël tha, o thnegra, hyni në banesat tuaja, atë mos ju shket Sulejmani dhe ushtria e tij, me që nuk ju hetojnë juve. Ai Sulejmani preku në gas, duke qeshur në fjalët e saj thneglës dhe tha, o Zoti im, më oriento që të jem mirënjohës në dhuntin tënde, që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të punoj vepra të mira, me të cilat do të jesh i kënaqur ti, dhe më shpje me mëshirën tënde në mesin e robërve tu të mirë. Dhe ai Sulejmani bëri kontrollin e rivistën e shpendëve dhe tha, se nuk e shoh propozën këtu, a nuk është e pranishme ajo? Nëse nuk më sjell arsyetin të binqëm, do ta dënoj atë me dënin të rënd ose do ta pres. Nuk gënoj shumë, erdhi ajo dhe tha, kam marrë vesh atë që nuk e ke ditur ti dhe të kam sjell lajm të sigurt prej Sabes. Kam parë një grua që i sundonte ata dhe që i është dhënë çdo gjë që i nevojitet një sundimtareje dhe e cila kishte një frym madhështor. Kam parë se edhe ajo edhe populli i saj adhuronin diellin e jo Perëndin. Djalli ua ka zbukuruar sjelljet e tyre dhe i ka zëmbrap nga rruga e drejtë, andaj nuk e gjetën në rrugën e drejtë. E që ti bëjnë se gjë Perëndis, i cili nxjerr të gjitha gjërat sekrete në qiell dhe në tokë dhe i cili diçka fshini ju dhe çka tregoni haptazi. Perëndia është një, s'ka zot tjetër përveç tij, Zotit të Arshit të Madh. Sulejmani tha, do të shohim se a thua të vërtetën apo janë nga gënjeshtarët. Shko me këtë letër timin e hudhjo atyre. Pastaj largo pak nga ata dhe shiko ç'po të përgjigjen ty. Ajo mbretëresha e Sabes tha, o pari, mua, me të vërtetë, me ka arritur letër e madhërueshme. Ajo letër është nga Sulejmani dhe citon me emër të Perëndisë, mëshiruesit dhe përdlimtarit të madh. Mos u madhështoni para meje dhe jani të përulur. Mbretëresha tha, o pari, më këshilloni se ç'duhet të bëj në këtë çështje time. Unë nuk do të vendos asgjë pa ju. Ata thanë, na jemi shumë të fortë dhe luftar të guximshëm, por puna është e ti, andaj mendo mirë se ç'do të urrosh. Ajo tha, me siguri, kur sundimtarët e pushtojnë ndonjë vendbanim, e çrregullojnë atë dhe i pushtrojnë banorët e tyre autoritativ. Kështu veprojnë ata, unë do t'ju dërgoj atyre një dhuratë dhe do të shoh se me çka do të kthehen të deleguarit. Kur erdhi deleguari te Sulejmani, ai Sulejmani tha, a mos doni ju të më ndihmoni me pasuri? Atë që ma ka dhënë Perëndia mua, është më e mirë nga ajo që u ka dhënë juve. Por, ju, gëzoni me dhuratën tuaj. Ktheuni tek ata. Na, me siguri do të sjellim ushtri, të cilës nuk do të mund t'i përballojnë ata, dhe ne me siguri do t'i dëbojmë ata prej Sabes krahin në Yemen, të pëshëruar dhe të përulur. Sulejmani tha, o parsi, kush prej jush do të më sjellë fronin e saj, para se të vinë ata të përulur. Njëri nga gjendet, i friti tha, unë do të ta sjelli ty para se të ngritesh ti prej vendit tënd, dhe unë për këtë jam i fuqishëm dhe i sigurt.
Ai, që ishte i pajisur me dijen e librit Prezenti Sulejmani, tha, unë do të ta sjell ty atë, sa që në mbyll syt. Kur Sulejmani pa ofrurin e vendosur para tij, tha, kjo është nga dhuntit e Zotit tim, për të më provuar mua se, a jam mirënjohës apo mohus i dhuntisë. Kush falenderon, ai falenderon për dobit e vetën, e kush mohon. Dënohet, e Zoti im është i pavarur, s'ka nevojë për falënderim dhe i madhërueshëm. Sulejmani tha, ndryshoi ani edhe fronin e saj. Do të shohim se a do të hetojë ajo këtë, apo do të jetë nga ata që nuk din të orientohen. Kur erdhi ajo mbretëresha, i thonë asaj, ai till është froni yt. Ajo u përgjigj gati si të ishte ai. Dhe neve, na është dhënë ndjenja para këtij rasti dhe ne kemi qenë të përulur musliman. Atë pengonin nga të adhuruarit Perëndin ato që adhuronte ajo, pos Perëndis, sepse ajo ishte nga populli i mohus. I është thënë asaj, hyn në pallat. Dhe kur e pa ajo atë, mendoi se është ujë i thellë dhe përvori fustanin për këmbë për të hyrë në ujë. Sulejmani tha asaj, me të vërtetë, ky pallat është i shtruar prej xhamave të lëmuara. Ajo tha, o Zoti im, me të vërtetë unë e kam dëmtuar veten dhe tani, bashkë me Sulejmanin i dorëzohem Perëndis, Zotit të gjithësisë. Na i kemi dërguar Thamudit me llojin e tij Saliu me urdhër, adhuroni Perëndin. Ata u ndanë në dy grupe që grindeshin e mes tyre. Saliu tha, o populli im, përse nxitoni të keqen para se mirës? Përse nuk kërkoni ju nga Perëndia faljen e mëkateve, që të mëshironi? Ata thanë, na po parandjem fatkeqësi me ty dhe me ata që janë me ty. Saliu tha, mira dhe e keqja është prej Perëndisë. Në të vërtetë, ju jeni popull i vënë në sprovë. Në qytet kanë qenë 9 persona që bënin gatëresa e nuk vënin rregull. Ata i thanë njëri tjetrit, betoni në Perëndin, se ne, natën, do ta mbysim atë Saliun dhe familjen e tij, e pastaj, gjithsesi do t'ju themi të afërmet e tij. Na nuk kemi prezantuar në zhukjen e familjes së tij dhe na, me siguri, flasim të vërtetën. Dhe trillonin dredhira, por ne i dënonim ata për këtë trillim e ata nuk e hetonin. Po, shiko, çfarë ka qenë fundi ngatëresave të tyre. Na i kemi shkatëruar ata të gjithë dhe popullin e tyre. Ja, shtëpitë e tyre të shkatëruara për shkak të zullumit që kanë bërë. Në këtë, me të vërtetë, ka argument të madh për popullin që din. I kemi shpëtuar ata që kanë besuar dhe të cilët ruheshin nga të keqijat. Dhe e kemi dërguar lutjen, e kujtoi kur ai tha popullit e vet, përse bëni vepra imorale, madje në sytë njëri, tjetrit haptazi. Vallë, a mos ju qaseni me me shkujve në vend të femrave? Ju, me të vërtetë, jeni popull ignorant. Përgjigjja vet me popullit e Lutit, thoshte, dëboni familjen e Lutit prej qytetit tuaj, ata, me të vërtetë, janë njerëz të pastër, këtë thonin në formë ironie. Dhe ne i kemi shpëtuar ata dhe familjen e tij të gjithë, pos gruas së tij, që ajo të mbetet me të dënuarit. Dhe mbi ta lshuam shi, po e bësh prej gursh, e sa i tmeshëm që është ai shi, por ata që janë paralajmëruar. Thuaj o Muhamedi, qoftë falënderimi për Perëndin dhe shpëtimi për robërit e tij, të cilët i ka zgjedhur ai. A më i mirë është Perëndia, apo ata idhuj që i kanë adhuruar? A është më i mirë ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe ua ka lëshuar ujin nga qielli, me të cilin kemi krijuar kopshtet e mrekullueshme? Ju nuk keni mundur të krijoni drunët e tyre. Vallë, a ka as Perëndis, ekzistua ka Zot tjetër? Jo, por ai popull është shmangur nga e vërteta. Apo është më i mirë ai që e ka bërë tokën të qetë, ka bërë në të lumenj, ka ngritur në të male dhe ka bërë në mes deteve pend pengesë, për të mos u përzier. Vallë, a krahas Perëndis, ekzistua ka Zot tjetër? Piçudit se jo, por shumica e tyre nuk din. Apo është më i mirë ai i cili vjen në ndihmën e nevojtarit të ngushtë kur i lutet atij dhe i cili ua largon të keqen dhe u bën juve pronar brez pas brezin në tokë. Vallë, a krahas Perëndis, ekzistua ka Zot tjetër? Piçudit se sa pak që po këshilloheni ju. Apo është më i mirë ai i cili ua rrëfën errësirat e tokës dhe të detit dhe ai i cili dërgon rërat si sijari çfarë mëshirës së tij shiut. Vallë, a krahas Perëndis, të ekzistojë Zot tjetër? Piçudit se por, Perëndia është shumë lart nga ata që i konsiderojnë shok atij. Apo është më i mirë ai i cili ka krijuar të gjitha prej asgjëje, i cili pastaj përsëri do ta kthejë atë pas vdekjes, dhe ai që ju furnizon nga qielli me të rreshura dhe toka me të lashta. Vallë, a ekziston krahas Perëndis, Zot tjetër? Thuaj o Muhamedi, se në argumentet tuaja, nëse thuani të vërtetën. Thuaj, askush, pos Perëndis, as në qiell as në tokë nuk di sekretet, ata nuk din se kur do të ringjallen. Vallë, a din do pak ata për jetën tjetër? Piçudit se asgjë. Ata dyshojnë të, ata janë të verbër ndaj saj. Dhe mohusit thonë, vallë, a mos do të ringjallmin edhe e të ritan, pasi të jemi bërë dhe. Me të vërtet, neve dhe tërve tanë na është premtuar kjo qysh më parë. Këto, me të vërtet, nuk janë tjetër, po strellimet e popujve të lashtë.
Thuaj, udhtoni nëpër botë, e shikoni si ka qenë fundi me katarëve. Dhe mos u pikëlloti për shkak të tyre, dhe mos u ngushtoti për përshëllimet e tyre. Dhe ata thonë, kur do të realizohet ky premtim diftona nëse thuani të vërtetën. Thuaj, do t'ju arri, se shpejti diçka nga ajo që po e nxitoni. Dhe, me të vërtetë, Zoti yt është bamirësi i madh i njerëzve, por shumica e tyre nuk janë falënderues. Dhe, me të vërtetë, Zoti yt di atë që fshehin zemrat e tyre dhe atë që e shfaqin aptazi. S'ka asgjë të padukshme në qiell dhe në tokë, e që të mos jetë e shënuar në librin e qartë Levi Mahfull. Me të vërtetë, ky Kurani u tregon bijve të Izraelit shumë nga konfliktet e tyre. Dhe, me të vërtetë, ai Kurani është urrëfyes dhe mëshirë për besimtarët. Me të vërtetë, Zoti yt I gjykon ata me drejtsinë e tij. Ai është I plotfuqishëm dhe I gjithdijshëm. Andaj, ti mbështetu në Perëndim. Me të vërtetë, ti je në të drejtën e qartë. Me të vërtetë, ti nuk mund të bësh të vdekurit të dëgjojnë, as nuk mund të bësh të shurdhërin që të dëgjojë, pasi që të kthejnë shpinën prej teje. As që mundesh të shmangësh të verbërit prej humbjeve të tyre, mund t'i thrasësh vetëm ata që besojnë në argumentet tua. E ata janë musliman. Dhe, kur të vije koha që të dënohen ata, na do të bëjmë që nga toka të del një kafshë, e cila do t'u thotë atyre se njerëzit nuk u janë bindur argumenteve tua. Kujtoj ti atyre kur na do t'i tubojmë prej çdo populli nga një grup, nga ata që I kanë përgënjeshtruar argumentet tona, e ata do të radhiten. E kur të vinë për të dhënë llogari, ai Perëndia do t'i pyes, a mos vallë ju I keni përgënjeshtruar argumentet e mia, e që nuk keni pasur kurfar njohurje për to. Ç'keni bërë ju ashtu? Pe çuditse. Dhe do t'i godet ata dënimi, me që kanë qenë zullumçar, e nuk do të mund të bezejnë asnjë fjalë. Vallë, a nuk shohin ata që ne e kemi bërë natën për pushim, e ditën të ndryshme për punë. Në këtë, me të vërtetë, ka argument për popullin që beson. Përkujtoj ti atyre ditën kur do të fryhet në surr, e që do të tmerrohet çdo kush që gjendet në qiellin e tokë, përpos atyre që Perëndia nuk do t'i friksoj. Të gjithë do t'i vinë atij të përuru. Ti I shikon malet e mendon se janë të palëvizshme, por ato lëvizin sejret. Kjo është vepër e Perëndisë, I cili e ka përsosur çdo gjë. Me të vërtetë, ai di atë që punoni ju. Kush punon vepër të mirë, do të ketë shpërblim të madh për të dhe do të jetë I qetësuar atë ditë nga frika. Kush punon vepër të keqe, fytyrat e tyre ata do të hullen në zjarr. Dhe u thuhet atyre, nuk jeni dënuar, përpos për atë që keni punuar. Thuaj atyre o Muhamedi, mua më është urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e këtij qyteti Mekes, të cilën ai e ka bërë të shenjtë dhe atij I përket gjithçka. Dhe më është urdhëruar që të jam prej atyre që besojnë. Dhe ta këndoj Kuranin vazhdimisht. E kushdo që udhëzohet në rrugë, ti thuaj, ai është udhëzuar për dobit e vet, e kushdo që humb, ti thuaj, unë jam vetëm paralajmërues. Dhe, thuaj, falënderimi qoftë për Perëndin, ai do t'ju tregoj dokumentet e tij, e ju do t'i njihni ato. E Zoti yt nuk është I pakujdesshëm ndaj veprave që punoni ju.